në 2030 do hyjmë në Europë, thotë Mondi, po ty të mbaron mandatin në 2029, po nuk ka rëndësi se kur mbaron mandati mua, rëndësi ka të mbyllen negociatat në 2027. Ky është qëllimi. Në 2027 do të mbyllen negociatat. Dhe në 11 maj të gjithë do të fokusohen tek negociatat, jo tek partitë. Në 11 maj vota është për të mos pasur asnjë ditë të humbur me negociatat. Që do thotë 1000 vetë që janë sot, tani që flasim, unë flas me ju këtu sy më sy, se unë kam detyrën të komunikoj me ju, t'ju shpjegoj, t'ju jap llogari, të shkëmbej opinione, të debatoj me ju, ndërkohë që 1000 vetë në zyrat e shtetit shqiptar punojnë për negociatat. Janë 40 skuadra që punojnë për negociatat. Në të gjithë rrafshin e punëve të shtetit, në të gjithë sektorët. Dhe ata duhet të garantojnë që negociatat mbyllen 2027 dhe ne do të bëjmë gjitha detyrat e shtëpisë, si qeveri, si parlament, si institucionet pavarura, si pushtet gjyqësor, që ne të mbyllim negociatat në 2027. Momentin kur mbyllen negociatat në 2027, pastaj komisioni i dorëzon 27 vendet anëtare raportin që Shqipëria i mbylli negociatat, për ne është një shtet i ri BE-s. Dhe kjo shkon në 27 parlamente që do ngrenë dorën dhe thonë pranojmë Shqipërinë. Një emocion i jashtëzakonshëm, sepse do t'ju hymë shtëpi dhe do na ngrihen në këmbë me duart rokitje, do na mirëpresin të hymë brenda në atë familje. A e kupton ti se për çfarë flasim? Flasim për historinë këtu sot. Nuk flasim sot për e lagu, nuk e lagu, apo sa bëjnë 77. Këtu flasim për historinë. Dhe historinë sot, në 11 maj, çdo shqiptar mund të jap një dorë që ta shkruajmë së bashku, duke thënë vazhdon puna. Partia Socialiste është thjesht forca e duhur në vendin e duhur në kohën e duhur. Siç ishte Partia Demokratike në 91-92, unë s'e kam votuar, por ama ishte forca e duhur në vendin në kohën e duhur.